Ditën e njëjtë më 4 dhjetor u bë një vit nga vrasja e drejtuesit ekzekutiv të kompanisë së sigurimeve shëndetësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës United Healthcare, Brian Thompson. I dyshuari kryesor vijon të mbetet Luigi Mangione, 27 vjeçari, i cili dyshohet se e vrau Brian Thompson në mes të qytetit të Manhattanit, pasi kompania United Healthcare nuk i mundësoi dhe sigurime shëndetësore mamasë së tij për të kryer dhe të gjitha operacionet të nevojshme për të siguruar dhe shëndet të plotë. Duke marrë pasojë nga kjo situatë, Luigi Mangione e shkrepi 2 herë armën e tij me silenciator drejt Brian Thompson, duke marrë jetën kështu edhe drejtuesit ekzekutiv të një nga kompanive më të rëndësishme të sigurimeve shëndetësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 5 dhjetor 2025, prej 5 ditësh vijojnë seanca gjyqësore kundrejt Mangione, ku avokatët e tij mbrojtës kanë argumentuar se provat e gjetura në ditën e arrestimit më 9 dhjetor 2024 nuk duhet të vlejnë për të ngritur edhe akuzën kundrejt Mangione. Në 9 dhjetor 2024, në Pensilvani, në një restorant fast food McDonald's, një menaxhere e restorantit, pa Luigi Mangione, e vuri re nga vetullat e tij se ishte personi që kishte 5 ditë që kërkohej nga autoritetet dhe fotografia ishte në të gjitha mediat amerikane. Ajo telefonon policin dhe audio tashmë është ekskluzivisht në mediat amerikane e shpërndar pasi ka dalë nga salla e gjyqit, ku dëgjohet gruaja duke përshkruar Luigi Mangione, duke thirrur policin që të vijnë pasi ai është këtu duke konsumuar një vakt. Ajo që shihet më tepër nga kamerat e trupit të oficerëve në momentin e arrestimit të Luigi Mangione, dëgjohet Luigi Mangione që bën një ironi, duke parë numrin e madh të oficerëve dhe duke u thënë atyre që e keni shumë, thrisni edhe më shumë. Unë kam veshur thjesht një xhup, prandaj dukem sikur jam i madh. Nga ana tjetër, në momentin që shihet edhe nga fotot e shpërndara në mediat amerikane, duket se policët kanë hapur çantën e shpinës së Luigi Mangione, aty ku kanë gjetur pistoletën me silenciator 9 mm dhe njëkohësisht një bllok me shënime të formës së ditarit, ku duket se Luigi Mangione kishte shprehur arsyet e kryerjes së krimit, por ata nuk i kishin deklaruar Luigi Mangione të drejtat e tij, të cilat quhen të drejtat Miranda. Pra ke të drejtë që të mos flasësh dhe njëkohësisht çdo gjë që ti thua mund të përdoret kundër teje në sallën e gjyqit. Ata bën kontrollin, gjetët provat dhe më pas i dhanë të drejtat e tij Luigi Mangione. Kjo është arsyeja pse avokatët mbrojtës aktualisht janë duke argumentuar se provat nuk vlejnë për të ngritur dhe akuzën kundrejt 27 vjeçarit. Një tjetër pamje, e cila është parë nga vetë Luigi Mangione në sallën e gjyqit, është video e momentit të kryerjes së krimit nga një tjetër kënd, i cili nuk është shfaqur më parë, ku duket qartësisht në 4 minuta, ndoshta edhe pak më tepër 5 minuta, se si ka ndodhur e gjithë ngjarja. Luigi Mangione ka parë Brian Thompson të dalë nga godina, menjëherë ka shtënë drejt tij, duke i marrë jetën, është larguar me vrap, policia ka ardhur menjëherë në vendngjarje, persona dëshmitar janë larguar me vrap dhe vendi është rrethuar si skemë krimi. Gjithashtu janë gjetur $7.000 para të gatshme në çantën e shpinës së Luigi Mangione, një laptop gjithashtu. Rikujtojmë se prokuroria e përgjithshme Pam Bondi ka kërkuar që prokurorët e çështjes në fakt të kërkojnë dënimin me vdekje për 27 vjeçarin, i cili është kthyer në sensacion në botën virtuale, njëkohësisht për arsyet e vrasjes, por edhe për pamjen e tij të jashtme, duke u cilësuar si mjaft i pashëm. Ndërkohë, ne do të vijojmë me të tjera informacione, do të flasim në fakt për Gjermaninë, të cilët duke se do të shtojnë forcat ushtarake aktive dhe rezerviste, duke synuar zgjerimin dhe forcimin e ushtrisë përballë kërcënimeve nga Rusia. Ligji i ri i miratuar në parlament parashikon rekrutim vullnetar me pagesë, por nëse është e nevojshme, dhe rekrutim të detyrueshëm ushtarak. Parlamenti Gjerman miratoi ligjin e ri për shërbimin ushtarak që synon të rrisë numrin e trupave në ushtri dhe të përmbush objektivat e NATO-s. Ligji prezanton një sistem me 2 drejtime, një me shërbim vullnetar të paguar që synon të tërheqë rekrutët e rinj, por nëse kjo nuk është e mjaftueshme, atëherë aktivizohet rekrutimi detyrueshëm i bazuar në nevojat e ushtrisë. Një hap i tillë do të kërkonte një votim të veçantë në Bundestag dhe nëse ka më shumë të rinj të aftë se sa nevojat e ushtrisë, për zgjedhja do të
bëhet në mënyrë rastësore. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes do t'i raportojë Parlamentit shifrat e rekrutimit çdo 6 muaj për të parë nëse janë përmbushur objektivat. Synim është që ushtria gjermane të zgjerohet në 260.000 trupa aktive nga 183.000 që janë aktualisht dhe të paktën 200.000 rezervistë deri në vitin 2035. Ligji parashikon gjithashtu që të gjithë meshkujt e lindur pas 1 janarit të vitit 2008 do t'i nënshtrohen një vlerësimi mjekësor për t'i dhënë qeverisë mundësinë që të kuptojë kush është i aftë të shërbejë nëse është e nevojshme. Një kërkesë e tillë vlen edhe për vajzat, por ndryshe nga rasti i meshkujve nuk është e detyrueshme. Miratimi i ligjit vjen në një kohë kur Europa është në alarm nga një kërcënim i mundshëm rus, teksa ka pasur vazhdimisht raporte nga ushtarak të ndryshëm se Moska mund të sulmojë një vend të NATO-s në vitet në vijim. Lëvizja e Gjermanisë ndjek një trend më të gjerë evropian, ndërsa Franca riktheu shërbimin vullnetar dhe Italia përgatitet gjithashtu për masa të ngjashme. Ndërkohë shtetet nordike dhe baltike po forsojnë rekrutimin e detyrueshëm ushtarak në përgjigje të agresionit rus.